Më parë kemi referuar përqindjen e dosjeve që gjykata që drejtohet nga Sokol Sadushi i skarton dhe nuk i fut për shqyrtim. Shifrat janë të konsiderueshme, ato kërkojnë një shpjegim lidhur me standardet që aplikon gjykata drejtuar nga Sokol Sadushi, kur vlerëson dosje të cilat skartohen apo shqyrtohen. Rasti i shqyrtimit të masës së sigurisë për kryebashkiakun Erion Veliaj, për shembull, mund të shërbejë si indikator për të vlerësuar nëse kjo është një kategori ankimimi për të cilën gjykata e lartë investohet sistematikisht apo Veliaj dhe rasti i tij ka përfituar për shkaqe dhe kritere që nuk ishin lidhje me masën e sigurisë. Cilat janë ato? Transparenca e kritereve është e domosdoshme, edhe sepse vetëm përmes tyre sigurohet mos shpërdorimi të drejtave. Rregullat dhe kriteret e seleksionimit janë dispozita antikorrupsion gjithashtu. Si e ruan vreshtin Sokol Sadushi, apo është i pari që i lëshohet Rushit e pas tij shef Rushi në gjykatën e lartë. Por kjo është vetëm njëra anë e medaljes sa i takon mënyrës se si Sokol Sadushi, kryetari i gjykatës së lartë, dal nga drejtësia e re, ka ushtruar leadershipin e tij në krye të organit në emër të cilit ngjitet e flet në çdo tribun. Ana tjetër është edhe më e rëndë se sa kaq. Në frymën dhe strategjinë e kompozimit dhe kompetencave të gjykatës së lartë të rinovuar nga reforma, veprimtaria kryesore që duhet të kryej nga gjykata e lartë ishte nxjerrja e vendimeve unifikuese. Vendimet unifikuese do të ndihmonin edhe shpejtësinë e trajtimit të asaj kategorie çështjesh të rregulluara nga vendimi unifikues në gjithë piramidën e sistemit që nga shkalla e parë. Vendimi unifikues do të thotë edhe zbatim të njëjtë ligjit nga çdo gjykatë në çdo territor. Vendimi unifikues do të skartonte automatikisht një listë gjatë çështjesh, të cilat nuk do të kishin më nevojë të kërkoheshin të zgjidheshin në gjykatën e lartë, sepse gjykata e lartë do e kishte nxjerrë qëndrimin lidhur me to. Sokol Sadushi është emëruar në gjykatën e lartë në vitin 2020. Menjëherë më pas u zgjodh zëvendës kryetar dhe prej vitit 2023 është kryetari fuqiplot i gjykatës së lartë. Asnjë vendim unifikues nuk është nxjerrë që nga dita që Sokol Sadushi, reformatori, ka vënë këpucët në zyrën e gjykatës së lartë. Është e qartë tashmë që Sokol Sadushi nuk ka kohë të merret me çështje në të mirë të punës, i përfshir aktivisht në identifikimin e skemave sepse duhej kapur i gjithë sistemi. Nuk i mbetej kohë të bënte punën e vet. Është e qartë që një kryetar i gjykatës së lartë çori gjithë ditën duke vrarë mendjen se si do rregullojë gjykatën kushtetuese, nuk ka kohë të merret me hallet e gjykatës së lartë, por kur mendon që këtë e bëri vullnetarisht pasi asnjë ligj nuk i jep detyrë të merakoset për gjykatën kushtetuese, do duhet t'ia quash që punon edhe jashtë orarit. Ky tullumbas që sa herë ngjit shkallët e gjykatës kushtetuese ndjen veten zot, jo vetëm të asaj godine nuk ka bërë asgjë që të bëjë diferencën lidhur me standardin e drejtimit të gjykatës së lartë. Por sado inat ta kesh, një standard duhet ta pranosh që e kapi. Kapi si standard atë të falsifikimit në zyrë të gjykatës së lartë dhe në karrigen e kreut të KED-s, të cilën e përfitoi për shkak të funksionit në gjykatën e lartë. Ndaj Sokol Sadushi nuk unifikon dot, sepse unifikimi, përveç se do mend, do edhe shpirt shtetari. Shikojeni se si krekoset sa herë ngjit shkallët e gjykatës dhe i keni parë të gjitha.